Mirë, jemi ndalur tashmë në zhvillimet të kronikës së një aksident tragjik tronditi qytetin e Durrësit të mbrëmjen e 15 janarit rreth orës 22:45 tek ura e Dejlanit, ku një automjet tip BMW X5 doli nga rruga dhe ra nga mbikalimi duke përfunduar rreth 30 metra poshtë. Goditja ka qenë aq e fortë sa automjeti është deformuar plotësisht, ndërsa zjarrfiksit janë dashur në fakt që të ndërhyjë për të nxjerrë të bllokuar 2 të rinj brenda makinës. Pasojat ishin të rënda, pasagjerja në 18 vjeçare ndorroi jetë në vend ngjarje, ndërsa drejtuesi i mjetit, një 26 vjeçar nga qyteti i Fierit, u plagos rënd dhe është transportuar menjëherë për në spital. Në kujdesin e mjekëve janë po ashtu edhe 2 këmbësor, 33 dhe 35 vjeç, të cilët u goditën nga mjeti gjatë përplasjes. Ndërkohë, sipas policisë së qytetit të Durrësit, drejtuesi i BMW-s ka humbur kontrollin e automjetit dhe as mbajtëset metalike të urës nuk kanë arritur që të ndalojnë këtë devijim të automjetit nga ana e 26 vjeçarit. Dyshohet se në momentin e ngjarjes në një korsi në mbikalim po kryeshin punime dhe rruga ishte e pajisur me sinjalistik paralajmëruese. Grupi hetimor tashmë po punon për të përcaktuar me saktësi rrethanat dhe shkaqet e aksidentit të rënd me pasojë humbjen e jetës së 18 vjeçares.